Fruti i preferuar për mua është limoni. Limoni, jo avokado, a? Jo. Se nuk e njoh. Nuk e njoh. Po thash më që avokado është nësa avokado. Jo, nuk e njoh. Edhe shitni jo shumë në Shqipëri. Ka hyrë vonë në Shqipëri. Ka hyrë mbas u hapën kufit. Faleminderit shumë që erdhe, po unë i kam po do deklarata të, mund të them lirisht, të guximshme avokat. Keni thonë është pak me dënu Hashim Thaqin 45 vjet. Pse mendoni kështu? Ndalojmë këtu? Po. Ta sqaroj këtë për opinionin publik jo për ty. Atëherë, kam thënë kështu, në qoftë se këta të katër që gjykohen sot në Hag, ose këta të katër që gjykohen në Hag, kanë akuzohen për krime kundër popullit shqiptar të Kosovës, kundër shqiptarëve dhe kundër opozitës, që është LDK-ja, opozita e Partisë Demokratike të Kosovës, pak e kanë atë që u bëjnë. Në qoftë se kanë akuzohen për krime kundër Serbisë, të lutem shumë, Serbia këtu ka qenë pushtues, ka qenë 100 e ca vjet shtet pushtues që ka vënë nacizmin, ka vrarë, ka prerë, ka grirë, ka bërë çfarë ka dashur qefi. Që të do më ndalu. Se pak a shumë po të reqis për fjalëve që i ke thonë, se realisht aty ke thonë që unë e di që ata kanë vrarë njerëz. Ka thënë kështu, edhe është deklaruar nga udhëheqës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë vrarë eksponent të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga PDK-ja. Nuk e di sa është e vërtet, e dini ju këtu në Kosovë dhe e din ata zotërinjtë e PDK-s, të LDK-s, do të kisha dëshirë që ta bënim në bisedë, të kishim një prej tyre që t'i vërtetonte ose t'i rrezonte ato që tash kena më posë më vëmë, po profesor, po tham profesor me respekt ose avokat, ç'është dush, avokat po. Si të kesh qejf ti folur. Avokati zakonisht flet me fakte edhe pruva. Po. Nuk është mirë me fol pa fakte. Shumë dakord. Dhe kam thënë, në fund fare vendimin do ta jap drejtësia. Tani do vim çik te gjykata speciale e Hagës. Kush e kërkoi ngritjen e kësaj gjykate? Pse ka pos pa çore kanë pos me bë. Që unë po të kallëzoj pse e kanë bë. E kanë bë me qëllimin që më ju tregu botës se ushtria shlirimtare e Kosovës bëri luftën e pastër dhe të drejtë. Unë dua të lutem. Kush e kërkoi krimin e kësaj gjykate? E ka kërkuar Bashkimi Evropian dhe Amerikan. Gëm, profesor, në Kosovë kush e kërkoi? Ja që ta shpjegoj të lutem. E kanë bë, po tham, për me tregu botës që ushtria shlirimtare e Kosovës bëri luftën e pastër dhe të drejtë. Sigur mos ta kishin votuar, këta kishin thonë prap, që po friguan se s'po votojnë. E kanë votuar për atë arsye. Mi tregu botës që na jemi të pafajshëm. Për arsye se gjykata speciale, sa për dinin tonën, është e din, është bën mbi bazën dhe raportin e Dick Martit. Te shtëpia Verdh. Karaja është ngrit akuzat tjetër. Dhe sa për informacion tonë, një vështa shpjegoj, se na nuk i ndjeni, gjykata e Hagës, domethënë ka të bëjë me luftën deri në vitin 99. Pas 99-s nuk intereson asoj, sepse ka pas njerëz dhe eksponentë të LDK-s, cilët kanë shkuar në gjykatën e Hagës dhe i kanë thonë mua më ka vrarë filani, i e kanë bë pyetjen ata në cilin vit, 2001, fal, to deri në 99 një. Pra gjykata speciale funksionon vetëm çfarë ka ndodhur deri në 12 qershor, 13 qershor të 99-s apo jo? Absolutisht po. Më mbrapa nuk funksionon dhe nuk do të di se ç'është bërë mbrapa. Dhe unë pikërisht këtë kam parasysh dhe këto deklarata të LDK-s kam parasysh. Se gjatë luftës, në pretekstin e luftës kundër serbëve, janë bërë edhe krime kundër nesh, kanë thënë ata. Dhe këto janë botuar dhe në shtëpinë shqiptare dhe në media shqiptare dhe po të kërkoni higjeni. Pa e për më shembull që janë bon, avokat. Urdhë? Po e zonë që janë bon ato krime kundra LDK-s. Po ato janë bon pas shumica prej tyre, se ka posa shumica prej tyre janë bon pas 99-s. Unë di që janë bërë. Pastaj datat kur janë bërë dhe si janë bërë, këto i dini ju këtu, se ju i një në vënd, nuk jam unë. Ndërsa, thash dhe njërë tjetër, do të doja që të kisha përballë një, ose këtu në panel, një nga eksponentët dhe udhëheqësit e LDK-s, që ti pranonte ose ti rrezonte. Po keni dhënë akuzë edhe për Ahmet Krasniqin, ke thonë nuk e vrau, kush e vrau ata? Nuk kam hedhur akuza, kam bërë pyetje, kush e vrau kolonelin, ministrin e mbrojtjes Kosovës. Po akuzë tjetër që ke hedhur ndaj ish presidentit Hashim Thaçi, keni thënë se ai është një rrugaq dhe banonte tek vila. S'kam thënë rrugaq, kam thënë, dëgjoj, mos i deformoni fjalët e mia, atëherë me që ke pretendime të tilla, unë i rrezoj këto këtu aty dhe jepin ligjërat drejt i dëgjoj opinionin publik. Jepi siç i kam thënë, jo siç janë komentuar. Sepse